Që sot vendi ynë do të ketë qendër nacionale për inteligjencë artificiale. Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski, duke prezantuar këtë projekt, tha se ky projekt kapital është e një rëndësie historike për Maqedoninë e Veriut. Qendra do të jetë njësi shoqëruese e fabrikës europiane të inteligjencës artificiale Pharos Meseli në Greqi, e cila do të ofrojë institucioneve, studiuesve, kompanive dhe startupeve qasje në superkompjuterët europian dhe hapësirat e të dhënave të përparuara. Misioni i saj do të jetë të krijojë një ekosistem kombëtar për aplikim të përgjegjshëm dhe të besueshëm të inteligjencës artificiale në 5 fusha prioritare. Ky është një projekt kapital me rëndësi historike dhe kombëtare, një faqe e re në zhvillimin digital të Maqedonisë, në të cilën qeveria, universitetet dhe industria ndërtojnë së bashku një sistem kombëtar për inteligjencën artificiale. Me këtë, vendi ynë bëhet pjesë aktive e rrjetit evropian të qendrave për inteligjencën artificiale. Ky është një hap thelbësor për komunitetin tonë shkencor, teknologjik dhe inovativ. Ai u bëri thirrje të gjitha institucioneve shkencore akademike si dhe sektorit privat që të kyqen në këtë projekt kombëtar me dimension europian me qëllim ndërtimin e një Maqedoni të mençur, digjitale dhe inovative. Projekti ka vlerën e 6 milion eurosh dhe realizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.